Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë se i takon protestës në gjithë dimensionin e saj për çfarë është protestuar e debatuar në ditët e fundit. Unë kam një panel studio që përfshin avokati Romeo Kara. Romeo, shumë faleminderit që jemi ne. Shumë faleminderit juve. Dhe gazetarin, analistin Ilir Demalia. Ilir, shumë faleminderit. Faleminderit, kemi kopa para të qenë të dy, e? Tek unë po, në studio ke qenë. Studio po qenë, ke ty, ati e... Faleminderit. Mirë, për nisë me Romeon, se i takon asaj që pëndodhë Romeo, sot dita e 11 e protestës, për organizatorët një datë që përkon me lidhen Prizrenit, pra kanë gjetur këtë simbolik historike për të qenë më shumë, si që në ata, qëfar pretendojnë ditë në sotme? Po... Dhe në tërësi, si e ke parë gjithë diskutimin? Shiko, qëfar do tjetë? duke qenë që jam dëshmitar edhe jo pak aktiv, po flasim të themi më tepër në planin asaj që i kemi parë dhe protestat e 90-s dhe tani. Kjo është një mrekulli, kjo dhe protesta. Nga fryma dhe energjia pozitive që ka aty brenda, mënyra si është organizuar dhe si ka thyer çdo rekord, domethënë. Në mendimin tim edhe çfarë kam folur me njerëz dhe brenda jashtë, kur nga ana e vlerave qytetare që ka paraqitur të ta realizosh një protestë për 10 ditë me këtë temp, bile dje ka pas shumë njerëz, më tepër se çdo ditë tjetër. Tregon që ka një zgjim, jo një tulati e kështu një zgjim, por tregon që ka një vullnet për të zgjuar ky popull. Pra është një protestë zgjimi. Për të largu, për të mbyllë një epokë dhe për të hapur një epokë. Dhe meraku im është të heqin, kemi revolucionin francez që kishte Jakobin, Girondin, Sanculot, edhe monarkist. Këtu nuk besoj se do jenë kaq të ndara, rrymat janë brenda, po të mos bie në kthetrat e partive politike që kanë sidomos të pushtetarëve dhe të ish pushtetarëve. Nëse ka socialist ndershëm dhe demokrat ndershëm, ata duhet distancohen hapur nga gjithë kjo politikë 30 vjeçare dhe t'i bashkojnë protestës. Po për shkuar si mish dhije, për ta prish, domethënë ne po projektojmë një ëndër, mos na ngele si një ëndër paralizueshme. Pra, kanë të gjitha mundësitë, nuk po i nxit njëri, patjetër nxirrni një kokë, se këta mundohen me prej kokën, por ka dhe koka që nuk priten, që nuk shantazhojnë, që janë gati dhe t'japin çmimin sublim për ideale kaq të mëdha. Po të mendohen dhe dalin në përfundime të pjekura, me zgjidhjet me vendime të pjekura. Pra kanë gjitha mundësitë, të besojnë kjo ato që kanë mbrenda shpirtit tyre. Jo këtë çuçuritjet e lloj mesazheri që për mua duhet jetë vetëm suport dhe jo për ta prishur. Pra të distancohen nga gjithë elementet që janë përçarës për popullin shqiptar. Se ajo protestë, pse përmend revolucionin francez? Ishin monarkistë e Lafayette, donin ta moderonin. Ishin girondistët republikanë të Brisot. Ata ishin për Republikën sot. Edhe pse ra një moment revolucioni, u rikthye mbretëria, prap me Komunën e Parisit e tjerë, u vendos një herë mirë pasaj kjo Republikë franceze që është sot. Kishim Jakobinët radikal Robespierrit, po dhe kishim Sanculotët popullin e Maratit. Pa ajo Francë, dhe kjo botë që jemi në sot, është bazuar mbi revolucionin amerikan, dhe ishe prapa i Lafayette që dha një ndihmë atje, revolucionin francez dhe revolucionin anglez që është industrial më tepër. Kjo Europë këtu është rrish. Si duket ne ishim deri tani as mish as peshk se nuk e kishim bërë revolucionin tonë. Ky është revolucion shembullor. Dhe në 323 protesta nga analistët e botës, domethënë, 23% kanë qenë ato që kanë fituar me dhunë. Protestat tilla janë ke 53 minimumi % që janë përfitore. Dhe ato tjera që nuk përmendet tregon që ka një numër që nuk e u paraqit duke kjo analizat e mund, janë ato proteste që janë shuar pa dhënë impakt veçantë, edhe ato as mish as peshk. Kjo protestë po vazhdoi, do ndërgjegjësoj qytetarët të rreth park ka vrarë frikën. Si frikën?
Mirë, që ta bëjmë formë diskutimi. Po patjetër, nuk ka një Romeo e qua një moment historik. Ju jeni të dy dëshmitar gjallë dhe të viteve 90-ta. Për shembull, kjo frikë, unë nuk mendoj që ka më frikë në Shqipëri. Edhe kur e krahasojnë me diktaturën, nuk ka vend. Se këto nuk e din çka që janë diktatura, këto që dalin me flamingot. Diktatura hiqte kokën. Kështu që duket pak e tepërt. Por, a kanë shqiptarët arsye dalin protestë sot? 1000 arsye. 1000 arsye. Arroganca pushtetit, korrupsioni, politika 35 vjeçare që nuk mundi të ndërtoj shtet, institucione shtetërore, demokraci institucionale, nëse jemi në demokraci akoma, nuk mundi të ndërtoj drejtësi, shtetin e drejtës me drejtësi pavarur, pavarësisht se ne flasin spaku është pjesë e këtij llumbi politik. Se fakti që nuk po vendos drejtësi ka 3 vjetë, po vendos drejtësi të njëanshme. Pra, gjitha këto njerëz dhe thjesht kanë drejtë. Por, ta krahasosh me revolucionin francez Romeo e me revolucionin amerikan e revolucionin industrial anglez, Shqipëria nuk është... Unë bërë analizë, unë flasë për strukturën që ka i protest, kërë analizojnë. Nuk jemi as Angli, as kemi pas industria, as jemi Francë, as jemi Amerikë. Po se s'kemi Francë, kemi pas kërëministin Francë, edhe ish kërëministin për ishën Francë. Kemi elemente franceze për kemë marë qëtë. I keti emigrantë që janë më katunarë se katunarët këtu, që kanë nejtë ka 20 vjetë. Nuk të bon as Franca, as Amerika të bon ajo që je ti. Struktura jo është... Ty të bon në Gjermania? Ja, s'kën Gjermani s'kam nejtë farë, s'kam nejtë... Një vit më nejtë në Gjermania. I kanë Amerika za direkt. Po, ne në 95-ën ishim bashkë në ambasadë Gjermane, ku promovoj librin tënë për të korikën. Po, erdhe nga Amerika. Po, pra. 91 nga mikë në Amerika. Pronto kishë Gjermani, të erdi atje. Ta bojë në ambasadë. Tashi. Ja, mos më mohoj Gjermanin. Po, s'ta mohova, ma as Gjermanin, as njeri nuk mohojën. Problemi është që... A ka drejt për protesta? Po. Për sa i përket qytetarisë protestës, unë mendoj që kjo protestë është kaotike. Për sa i përket qytetarisë, që thojnë QRB, e do të varim litar, e burg, e ajo që thëjtë e revolucioni francez, jam dakord me, hajde vejmë gjotinën edhe pastrojmë i herë mirë. Po t'je për mu? Dakord, po t'je për mu, dakord? Ata lejojnë të kushtet koha, bota, sot nuk jetin kohë në revolucionit francez. Një. E dyta, që kjo klasë politike duhet t'i vi fundi, asë nuk e diskutojmë, sepse jatë shka kemi përdu 35 vjetë. Por si, mekanizmat sot janë këto, pavarësisht se s'kemi demokracinë funksionale, jetojmë në Europë, në këtë kuadrë, ku kriza e demokracisë është dhe në Europë dhe në Amerikë sot. Kriza institucioneve është dhe në Europë dhe në Amerikë. Jetojmë në një krizë sistemi, në një krizë vlerash. Sigurisht, ashtu si komunizmi shqiptar nuk ishe si komunizmi lindjes, edhe kjo lloj katraure sot nuk është si katraura Shqipërisë. Sepse mos t'japim vetes lavdet mëdhaja që kemi ndriçuar botën. Pra, gjua që është aty. Një, e dyta, unë isha për të pa protestën, shpëndot, për ta veshgu vetë parë, pa dyshim ka mas njerëzish, por dikush vjetë dhe më thot, hajde o sysh me ne se po na vlasim vëllezërit tanë Palestinë, dikush tjetër antisemite, dikush tjetër thot Shqipëria etnike, dikush tjetër u harrun flamingot, ikën flamingot. Për sa i përket ambientalizmit, unë nuk mendoj që ne si popull kemi ndaj respekt për ambientin dhe nuk e kemi fare ambientalizmin, se nuk është as qeveria, as Berisha, as Rama, që ne dhunojmë ambientin dhe e kemi dhunuar në mënyrë sistematike këto 35 vjetë. Ne shkatërruam golemin dhe janë miqtë e tuj, edhe të mitë bashkë që kanë qenë dikur, që u futën politikë dhe morën e shkatërruan pyllën me pishat golemit. Janë këto njerëz që u futën politikë 35 vjetë që shkatërruan gjithë Bregdetin e qitën jashtë përdorimit. Pra, ku ishin këto njerëz? Janë këto njerëz që po shkosh në Bregdet, janë plenat hudh me kanoqet e Coca-Colës e kënej bojnë durët si shqipojnë. Këtu është një moment që u kriju situata
ka nevojë për të shfryr. Si do të shfryr? E mbylla. Si do të shfryr? Mos e mbylla. S'ka artu me mbyll, ka me shqep. Po një gjë, se kam të plera, demokracia edhe nuk vjen me dhunë nga lart. To po dhunë ne. A do të strihemi? A do bëjmë besë që mi bëjë. E mbylla me ta. Pra, unë mendoj që mënyra se si reagojnë këto dhe është kulturën tonë, ne do sillemi prapë në rreth vicioz. Dhe historikisht, ne si shtet jemi sillur në rreth vicioz, nuk jemi gjendje, nuk më impresionojnë këto mua, nuk jam njeri emocional. Se foli me drejt, foli për plerat. Ky thotë do heqin plerat nga golemi. Jo, mos kemi shkatërruar. Ja pra këto që dalin sot, që aty sa dush që kanë ndërtuar, kanë prej pisha, kanë prej një pish do 100 vjet rritet. Pylli golemit është ndërtuar në kod zogut. 100 vjet ti e ma merr shumë mirë çfarë bukurie ishte kur kalojsh nga rruga dhe shifshe detit. Po prit mos do dalë pjesën me rrit do bish dakord. Po Simon ne kemi respekt për plerat, por ne çum qeverisi 36 vite plerat. Simon ne do ofendonim plerat e golemit, ne edhe të ishim nga golemi. Ne na kanë mbyll plerat, po mbi gjitha bëhet fjalë për habitatin shpirtëror të një populli, si ka marr malet. Ky mori malet 2 korrik, të tjerë ka marrë malet tani, se thoshe gjyshe jemi u qmenë që marrë malet. Po na vujt marrë malet dhe. Qmenë një popull tërë tani. A i tjetëri bën 97-ën, 60 miliard dolar dëme, 3.000 ca të vrarë, dhe pasojt e të vrarë. Dhe s'ka përgjithësi. Po prit, akoma thot ai që u bindën njerëzit e panë qëndresën tonë dhe ne e bashkuar ne. Akoma thot ai kriminal që du t'i përkasë historisë dhe drejtësisë. Ky tjetri, nuk e di se çka ka tani se ka ik fare nga fiqiri, thot nuk ka si ne. Ore, ky e di vetën zot ky? Ti mund të kesh sa atje që të lëpin. Po nuk e zot, me ty ta nuk je ti fillimi, mbarimi, mendimit njerëzor. Fillon dhe mbaron Shqipëria që ai, dhe ka da menin ta mbaron Shqipërinë tani, sa është gjallë. Ore, boll mos e na myte. E dyta, të ofendon me mënyrën si drejton. Si a di për nderë, fuqis vetë, jam i fort, jam i egrë, po jam për dalim e për balë, një të shovësh. Edhe unë për provokoj, dili tani dhe për balë i e këshu, me gërsin si do ti. Me këta protestus. Për amën e kam. Po, dili ti tani dhe merë gangsterët që i ke futë në parlament, që ti kam zjerë jashtë Amerika që 2022, merë ato të tjerë që më ndonë ti, edhe provoj me dhumë tani. Sa ta e fmit e mi atje. Ata më të mbrojmë jetën tonë. Ne bezynë është i përkrajmë ata. Jo të nxjerrim Shkopinë në rrota, se kemi frikë këtë, se është ky, që ka frikë, rritën në gjatë nga Afrika, për vend e punës e për shumë gjëra tjera. Ka pa njerëz që janë biznesmen që kanë parat, kanë frikë si i vjen gjopa nga gangsteri që ka bujë vrasje, i vjen gjopa për ta. Romeo, se je dhe jurist. Si ka mundësi që opozita, edhe këto sot, opozita jo e ka kështu leitmotiv, të vim dhe në pushtet se kemi 12 vjet pa punë. Zotni, në perëndim. Kemi 12 vjet pa vjet. Po pra, kemi 12 vjet pa vjet. Po do të shtojnë, po kush nuk kam një gjuhë që thotë ndërtojmë shtetin. Po, të vim ne, hikni ju, vim ne se vjedhim ne. Ndaç edhe partitë e reja, ndaç edhe Lapajt, ndaç edhe Shabani. Shabani mori një pozicion të avokatit të popullit, hiku ai, idealisti madh. Po i kemi pa më Romeo se çka ndodh këtu. I kemi pa më Romeo, i kemi pa. Po këto po flas. E tani themi ne nuk bëhet, tani ju zgjoj popull. Kemi folë bashkë dhe kemi thënë, kur të emancipohet votuesi, edhe kur qotë populli të përballet, jo të hiki. Unë s'jam që të hiki, një njeri të përballet me fatin e ti. Këta kanë 10 ditë, se nuk është se u quam se në thanë këta. Na qoj revolta jonë, që u mbush kupa atje, me atë marrin zvarë atje, dhe ishte një moment që është menaxhuar shumë mirë. Tani, nëse bie ky moment, dhe them tyre, do bëni gafër më të rëndë. Për 10 vite s'do arrimë këto moment. Nuk lëshohet më ky moment. Këta janë në momentin më të bukur. Si duhet kulmoj momenti, Romeo? Momenti të konsolidohen akoma, të gjenë mirë kush janë njerëzit kryesorë që janë gati të sakrifikojnë. Ky është ideali madh. Aty është patriotizmi i madh. Vetëm ideal s'ka aty. Dakor. Po ti ke mendimin tënd. Nuk ka ideal, deri tash nuk ka ideal. Po tani u ka pa njerëz që qanin atje, për qaponin të qanin. Po le të sentimente pastaj. Ma sym sentimente, ti duhet të jesh i ftofët se je dhe jurist. Duhet të jesh i ftofët, bëj analizën të ftofët. Kush na lënë të ftofemi?
Po jo, emocionet... Ta janë stofë Ilir, po pse nuk shikon që na idealet? shtypën kaq vite, kush e lanë? Pse nuk shikon ideal, se me thënë drejtën ka Ma thuaj, prindër kush me është ideali fëmijë. kësaj Po, proteste? Ja, gjithë ata atje, shit. Kush është Ja ideali? numëroj sa janë. Vetëm ata prindrit Si që është kanë ai zgjedhë numërimi? fëmijët Ore, besojnë. kuptoni, kush është ideali? Ideali Kush si është Shqipëri ideja me e Ore, saj? si ishte i numërimi? 3.700.000, 3 milion. Ore, 3.700.000, 3 milion. Shqipëria më e mirë ka, Ore, kemi 90 e që ideali themi Shqipëria se Europa. Ore, ideali Ora është... ka projekte. Ore, nuk e... Së le me folë. Keni kohë të dy. Ideali është të numërosh 3.000, 700.000, 23, 700.000 prap tjera, ky është ideali. Thua për Zegjinin. Po për gjithër, po të dy parë Shqipëri matematik, nuk më qas njëri as ke derë atje. I merë aty, i reshton aty, se i zgjedhun. Në një kohë që ja ta kam premtu me ta sjell, kur isha në Amerikë e mora, është për zgjedhjet e 4 nëntori 2025, se si zgjidhen në Pennsylvania, kjo është një letër që i varë këtë e shpis, dhe këti e kanë parati ku e qenë Boston kë, gjykatësi Kevin Doherty, i gjykatës supreme Pennsylvania, ati i zgjedh populli. Edhe thot, vot yes to retain, voto pro me, që unë të ngellëm të tyrë, flet për familje, për të 4 pika. Këtu, bën pilafi, merë desha i me Berishëm, edhe pasaj zgjedhin, futët dhe meta mes kur ishte për kushta zgjidhje i parë jetar në gjykatës kushtetuese, i zgjedhin vetë. Tani, ata duhet të ulen mirë tani, jo t'i fry shejtani ke veshi, po t'i gjenë këshilltarët, kush do jetë hapi parë institucional juridik, ta lidhim, po marrim shumë, një president nga populli, e tjetë, vëmi kokë, se donin kufizonin presidentin. Je jurist, do të bësh, ti nuk ke rrugë tjetër, rrugë politike. Rrugë politike, ti kërkesa parë është që të heqesh Ramën. Qa kërkesa parë? Që të heqesh Ramën, do rriqet Ramën. Po ata po ndojnë aty, sa ko që janë aty, ata Rama është i hequr. Ta marrim, Rama nuk e jep dorëheqjen, teknikisht nuk e jep dorëheqjen. Bëqadojmë, Si do heqesh? Atëherë ngelet me forcë. Ore, je jurist, ti duhet mësosh mujo, je jurist. Ka rrugët që janë dorëheqja Ramës. Të shofi... Teknikisht ai nuk ta jep dorëheqjen se ka 83 mandate dhe ka fituar zgjedhjet që ka njoftë Europa. Moralisht, politika nuk ka moral, se po e shohim dhe në botë që morali ka politika duke filluar me Trump. Me që hyke politika ke morali, ka qenë i bërcalet. Teknikisht, kemi 3 prostituta në grupë, dhe praktikisht as i lek. Tani, teknikisht, kur të filloj dhe problemi në Amerikë, se s'ka për talon njeri zotërin, se zhyti një familje presidenciale aty ku zduhet. Kush e zhyti me? Rama. Pse e zhyti Rama? Edhe imi. Po pse e zhyti Rama? Po kush i tha atyre, ajde fut në të Edhe çfarë e zhyti, jo mor atje, ajo po përdoret shqipnia për të zhyt Trumpin atje si. Kush e tha? Po përdoret shqipnia, o zotëri. Nuk ka mundësi imperializmi amerikan nuk kam, jo imperializmi, nuk kam gata. Imperializmi amerikan. Se po t'jem për imperializmin, këto që qohen kundër investimeve dhe thonë poshtë komunistat, komunizmi nuk lejon të investimet e huja. Ato janë parët vjedhme shqiptare apo janë investimet huja? Do ta bëjnë analizën tani. Atëherë pse hyn familja Trumpit? Që është thjesht kush e futi më, kush e futi? Për të marrë kredo politike, kush e futi? Çdo të që gjithë. Po ato që janë kaq njerëzëm, so futën. Ato që janë kaq njerëzëm. I mastroj ky. Ha? Ai mastroj ky. Hajde Romeo. Tani një gjë. Hajde Romeo, hajde. Investimi. Rusi, të gjithë me emër. Me që ka puna me kështu. Rusi, Nikita Vinograd dhe Bulgaria Zoja Gyrova. Ka nga 50-50, pasë në dalin 5 shqiptarë tjerë që ka qip për qip, por që nuk i djetë emri. Këta në dalin lidhën dhe me kompani tjera, Rusi është me kompani që furnizon raport me karburant, Bulgaria është me kompani që është marrë me koncesionin e shëndetësisë, një nga ato që njëri për cilë është 130 milion euro. Pra ta që kanë kështu të investimet. Tani, ta 5 shqiptarë që zëtërojnë këto investimi këto, se s'bët fjarë për Sazani, bët fjarë për Zvërnezi për balë. Ku shem ta? Që në rinë offshore ta. Dhe për cilët zhijet gjithë shteti dhe dalin të tjerët aty. Se mos janë se bebi. Unë kam i bindi 100% që janë parë të shqiptarëve, vjetë me atje. Se këta më zgjutin, se më bëjtë ta vazhdimisht zgjutin këta, edhe kopilin. Këto e parë të shqiptarëve, të s'dalin këta. Thonë ku shem këtu këta. Edhe qa është këj Rusi dhe kjo Bulgaria.
Edhe çfarë lidhje kanë gjithë to përfshita gasin e tjerë këtu me këto pilafin këtu që kanë punë në Shqipëri. Edhe dum këta patjetër thonë investimi i ujë. As është fare investimi i ujë, është investimi i parave të vjedhura tona atje, e ta majmë shnet, edhe ne ti dalim për zot të themi, dore ka një moment të thuat boll, boll. Boll, që ku do të çonim, do vdesim, ku do të çojmë to miliarda. Do të pangopë. Okej. Dhe ka thonë mirë ai Plutarku kush ishte. Nuk është problemi të atyre që s'kanda. Problemi është i babëzisë të pushtetarëve që nuk shuhet kur. Babëzia ndyrë tyre. Edhe po flesim ne tani për babëzisë makabër që kanë këta si qeveri e poshtë dhe opozit, ish pozit, me Salion krye. Ne do gjemë gabimin të këta këtu, të heqë gabimin tanë. Jo më jonë, s'po gjej gabim. Edhe s'na jep dorejqën e. Qarë do bëjmë, qarë do bëjmë? Ore, Romeo. Kja bëj puf, aji dhe gjithë oligarkët të vetë. Të gjithë se ke qenë këtu të gjithë, edhe 90 na erdhen si engjëj, edhe i ke pa engjët e 90-s. Prandaj po themi, mos bëni gabimin tonë. Mos bëni gabimin tonë. Nuk ishë kaj përgatirat e. Këtu janë akumulu probleme 35 vjeçare. Sepse dihet me kushtetut, me ligje, që në kone zogut, e në gjithë shtetet e botës, laguna, kënetat, bregdeti, pylli, lumi, janë pronë shtetërore. Ta shti këtu fillon krimi që ke ligji 7501 që ne do të paguim për gjithë jetën. Sepse aty nuk ka pas pronare realisht. Kush i dha ato prona? Kush i njofti me ligjin 7501? Dhe ta shi çfarë ti boj ty? Si t'ja heqi pronat sepse ai ka me ligj. Ato 14 drejtor kadasës atje, a kanë lidhje me këtë punë një? E dyta, kur nuk shkon qeverisë ky ka ardhur këtu ndon ky thot nuk lejon kontrolli i shtetit të shkojë në ASHK, në akse në ASHK. Pse pikërisht këto dyja? E në doni që kjo banda tursi këtu, na mërë të tokën Tiranë 23.000 metra këtu, kap tu zapto, ndër letrat. E të hynë asaj ASHK-s, dhe që ka ndodhë me të projekt atje? Ne për të kërë transparencë. Ore, Romeo, tashi, nuk i hynë të ASHK-s, pëse the mund dhe ti këtu. Ne në mungojnë institucionet... Ka frikë e spaku, ka frikë. Po në mungojnë institucionet, më Romeo. Se fute Erionin Burg, i qonë 6.000 punësh gjithëbërimit atje. I bë presion dhe i. O, Romeo. Ka bërë një marrë me brek, 850.000 euro brek, ka marrë 3 mile një ka prish për vidjeli e do të dali pa fajshëm e. Kush? Erion Velia. A ja për temon ty, që si Erionit, si Ilir Metës, do t'i pushohet qësha nga Strasburgu për shkelje flagrante të procedurave. Pra se ne, Romeo, pikërisht se historinë tonë kemi bo me aksione, drejtësia nuk vendoset... Ku aksion? Ku aksion? Nuk kam gjithë jetën që i kom përbalta. Ku aksion? Unë e kam për ta me mos unë mi këta. Po diskutojmë unë e ti mërti Romeo. Unë do të flasë, për këtë të flasë. Rama fletë për vetën, s'ka si mua, thot. Mu, Zoti thot, e kryoj Shqipërinë, thot, që shkoj unë e ta bëj pilafën, ka fillimin punë. Romeo, do më lesle. A i fletë për vetën, ta shpallin shqiptarë, se në lodhi. Bota ndryshe nga ne ka ndërtu institucionet dhe pambarësi instituciones, që ashtu, pse flet ti dhe unë këtu për akshin, po t'jen institucionet e forta, po t'jeta i spaku i forta. Po kush nuk i boni më, është pjesë e qeverismë, institucionet qeveritare, të si boni, 13 vjetë, do 13 vjetë ashtu do i maj prapë. Po ja pra ky që është pjesë e qeverisë Spaku, çfarë po ky, Spaku po gjimonë. Çfarë po gjimonë? Leshin ka bo Spaku. Vajtim blodhi komisionin. Leshin ka bo Spaku. Komisionin. Me që do ti, Spaku atë që thuti do të ishte, atë që thuti do të ishte bankës të akuzuve, Spaku, shko aty e bo Spaku në Helaqe bo Spaku edhe nuk i thoi do të gjusë fjallë. Ishe më nga priza se më të shmeni më, në letë flasim tu. Vetëm le ta mbaroj diri se prapë edhe fjalën e ke ndërprer. Ja, mere, fol. Ja ta la, është altruist. Ore, po kush i dha mikrofonin? Ore, po ky stadium bërtiste nga 10-ja për ballën një gjë që për ballën. Në 80-ën. Ti ka nevojë për mikrofon këtu më, kush e bëri të gabim? Vazhdo. Mirë. Vazhdo. Ja ta la radhën. Vazhdo, mos po folu vazhdo. Po jo, unë mendoj se unë do të them për te. Një gjë. Nuk ka ndërtim qeverie që ja fut dhe vetës, ndërtim me idiot se sa kjo mënyrë funksionale. Ka mullurit gjithë jetën, ja ku jetën, i dhe thuja, është e vërtet apo jo, se Bovaki si kanë djekë syqë. Po i kam djekë, Pra, menaxhim 1, risk analysis 2, edhe compliance, pra kontrol auditim. Ja ku arritëm tu. Se mënyra se si bëhet kjo, vetëm duke bo projekte, programe, ti pret këmbët qeverisë tënde. Ti toleron këtu ka vajt 1.000 atje në fund.
sa ta nuk pushojnë. Edhe thonë, i ikim punë, urim kopën, majmë që të majmë. E duke që ku majmë roga. Unë di pa fund rase, dikush qonë 300-400 euro në ditë shpi, dikush qonë 3-4.000 minimumi në administratë. Kuptoti? Unë ri numëroj atje, shofë të kredia parë, e 284. Po pse mërë një jetë që më ka dhënë Zotit më ktheshti mu malore, e të më shesësh por gjithë jetën që pa mua të shko në Europë, në ke qumë gropë, jo në Europë. Ti ki tani se në ka lodhë, tha, jo po ka marrë votën, ja ku e ka popullin atje. Po nuk është... Dalja ti populli është dhe legjitimim, dhe kur qohet të gjithë, as gangster jo, po pse të gangster, me ja po gjithë biznesmen, e dalin gjithë broj Ramën, them, edhe për këtë arsye këtë duhet hiki, e të mbahet më mirë në histori, që të postajemi më këtu. Kjo se këta të pushojnë, nuk është një gjë, jeta të vazhdoj. Po shqiptarët do jetojnë pa dignitet. Edhe pa dignitet, e pa liri, nuk e që do as jetën. Edhe po të qosh në Ramën... Po pse në vazhdimësi shqiptarët shumë, se janë kriju si shtetë, pse kështu? A ke bona herë pytim. Pse kështu në vazhdimësi shqiptarët? 100 vjetë shtetë në vazhdimësi pa dignitet, dhunu nga politika, vjetë nga politika, abuzu nga politika, mashtru nga politika, mashtru si fitojnë, mashtru si fitojnë, pse? A ke pyte se gjithë ato që dalin... Gjithë ato që dalin, du në vitë bënë një të njodhe, kjo ka në... Ja, mos i parajgjiko. Shu ka në, thash. Nuk i parajgjiko vakët. Shu ka në deri më sot. Deri më sot, shu ka në. Unë kam pasi menim, unë 2013 i kam votu këta. Kam pasi menim. Ajo via Gjakut me 4 vrarët, edhe i Gërdeci, pra me 4 vrarët për 1 janarë Gërdeci, thash, ta nuk do shkojnë njerëzit të vjedhin, ata të vrarët i vrasin për ditë. Sa që vjedhin ke vrata, se ata për kunda korupcionit të ranë. Merë metën a i, unë votova për pësër, më doli meta. Që të bërë? Mirë atë, u vranë 4 veta për kundër metës, në e bëndë president, se këshoj do politikë. Mashtrusëve. Një njëri pazargji, tani e tha dhe ambasadore amerikane, e ka thënë, më vjen keq, që motori politikës shqiptarë është pazari politikë. është pazari, politik pazari. Do marri fund, do kërë njerë qatë drejta këta, se këshu në ngritën në Fransë, tash, edhe 4 rrymë gjetën e ndryshuan Fransën dhe të 4 shtresat e kanë gjetur vetën, sot. Ka i iku nga gjenur 3. Edhe kanë shku kështë shtresa mesme, janë ngushtuar, pra, lufto barfërinë ekstreme, kjo vjen duke ullur dhe përqëndrimin e pasurisë në paktuar. Tani, ta këtu jërë kanë dalë që këto miliardat të rishpërndajnë. Këta i bërë me këtë edhe me Berishën. I mori top tanë nga 2017, si do mos e mbrapa, i mori, i kaloi varësit vetë, këto miliardat. Tani, do shpërndajnë këto, me këtë do shpërndajnë, me këta që e morën. Tani, u menduan këta që pritë se tani po nga vjen me rak për të popull. Jo, ti je problemi. Ti nuk e zgjidh më problemin. Bëj çfarë duash ti me skenografia atje. Këtu ka dalë nga shpirti. Ata njerëz unë nuk i njoh fare. Një moment caktuar, ajo të rëqja zvarë në sytë policisë, edhe ai grushti, po aty se le do të ato muskë patrullë, është qeverisje patrullë. U mor mas, ajo incident në u mor mas, ai tjetër e brava policin në Amerikë e morën e dënuar. U mor mas, ato ja arrestuan. Policët i hoqën. Ku do ka qëme? Ilir, ka të shfarit... Ty të qojnë për të marrë ministrë, ti apësh mandatin, ti nuk e qënë ti. Po mi më qa jemi këtu ne, tani të jemi, tu dhe jetojmë terrorne. A me terror, nuk është si më terrorim. Shkon një zullat që ti e njef, shkon një zullat në një komisariat që ti e njef. E di definicionin e fjallës terror. Shkon edhe i tot policëve, Dorini Urt, e i qotë në këmë shefi policisë në një rreth tu, pak beri. Ore, ku e në ta mënë? Se këta të ofendojnë. Ata, kur të rogjen të zvarë aty, në të rogjen ne. Dhe zhotin dhe e panë të gjithë. E të rogjen zvarë, e tanë policisë riurtën që e në bërësin tonë. Dhe këshu ka qenë. Pra ka nevoj dhe polici pastrohet, po shqyqyrë që dhe bitë atyre policëve i pjesë, policët ndërshëm i ke atje. Tani, ne duam një shtetës së drejtës. Ne duam ligjit të drejta dhe që zbatohen dhe të një Shqipëri të gjithë shqiptarve dhe të bëjmë rishpërndajnë e pasurisë nga Rama dhe Berisha të shojtë e këta. Po të ndiqka, një që lap nga Zvicra, atje, po kundër Ramës, nuk lap se shkoj atje. Trahtoj Ramën me dosën i senatorë me tjerë. Lap se nga oligarku ku e i ka vërnë 10% milion, nuk i paguet më pjesa. Nëse duan, ja them edhe me përqindje.
Po që. Okej. Pra, këtu është puna që bëllë më, se ne nuk jemi slevër. Kur të hapen sytë, nuk e pranon më, kur e kupton. Këtyre njerëzve i janë hapur sytë dhe i ka mbaruar kupa e durimit. Sa do... Më përqeka me qeleshe, pete me qeleshe, të me qeleshe. Regjia në qëse mund... Të me qeleshe. Jo, pëlqen ato që... element historik. Pëlqen ato... Të me qeleshe. Pëlqen ato... I ka merak, qeleshe, Pëlqen ato kurat me fustan. Që nuk e veshin me tërmëri, po e veshin shumë qaqet byllore. Pëlqen burat me fustan. Romeo, mos pëlqen as burat me fustan, Shumë. as burat pa fustan. Kur të Mu bëhet më pëlqen gratë, Romeo, gjithë jetën kam qenë mas grave. Gjithë jetën kam qenë mas Po më ka grave. folë ka gjithë jetë një të gjojmë pak që Ka që për dhjetë një shomër, është kur disja të nuk Pusha, fol. Hajde, pusha, fol. Më të thashë jo që les një pëtë të tjedi, unë gjithë jetën mas grave, burës, pëlqen burat. Po e dimër, po tem gjë, se nga mund të shimë në herë. Burat me fustan, burat pa fustan. Në gjithë edhe ato burat që pëlqen burat, më rregull, drejt në vetë kanë, le të bëjnë si drejt, vetën e kanë. Se që bëjnë? Jo, ta pranojnë. Ta pranojnë. Ta pranojnë. Po. Ta pranojnë. Jo, se ke dalë jashtë Mu pëlqen familja, vlla. Mu pëlqen tradita. Mu pëlqen të tojnë në rrugë të Zotit. Po. Ashtu. Tani, ti s'po mlemë, vlla, në drejtën time. Asë popën tim nuk po e mlemë. Kush po të nalë? Ti. Ku une? Po. Kush po të nalë, valla, e to si dush, kush ta ka nalu? Familje ka gjithë, shimia me familjen, me fmi, me gra, me nipa, me mesa. Ku është katru kjo familje? Po, më këta është katru, se fëmijët e mi se pojtë familje. Tu se blinë tot një apartament. Një shtëpi e kam bon të Po lumë. e disa kane për botë kjo në Po që po duhet më bota, më duhet Shqipëria ime, së më duhet bota fare. To teorit, i shkun një shoku tim, Ridvan, e ka emrin, ka qenë deputet në të njështë dyshin. I shkon njëri, thot, e më tërgoj dhe vetë se si i kishe përzon. Ka marrë, thot, me fut grumë punë. Unë kam grumë tim pa punë, i thaj, dish kush i tha për shtëpinë. Unë kam marrë për shtëpi, unë jam pa shtëpi për vete. Të më kështu vazhdon kjo punë. Po këto që dali me nga 30-40 shtëpia që ta që janë opozit, me do të tjerë. Ta nuk pushojnë. Po, këtu jenë dakord. Ora këtyre ju janë myku paratëve. Po si Po të janë çmen, të janë çmen. Romeo. Me u çmen duke vjedhë vetëm të janë çmen. Po të folim, Çfarë zgjidhja të vazhdoj Rama me pak fjalë? Çfarë do të ishte zgjidhje? Ky është vot i historitej. Zgjidhja është si do ta zgjidhësh. Pra, në anën ligjore, ti e hek do të Ramën? Në këtë mënyrë, jo. Por Mizali si hoqën. Po për të marrë Mizali e dorëzoj, më për pëse e hoqën studentat e dhjetorit, e? Romeo, mos më shko sa i dhjetori është katastrofa këti vendi. Po ta thejmë për e të barë. A i dhjetori është katastrofa këti vendi që polli, atë që polli. Ky është aksionar. Po, dhe ditu shumë mirë kush ka qenë ka dhjetorin në dhjetën, po më shkem aty, e kush që organizoj dhjetorin në dhjetën, e si e bon dhjetorin në dhjetës. Pamërsisht aty në studentëve që dole se ishte fryma njënën tjetërën. Ti di shumë mirë bashkëpunëtorët e sigurimit dhjetor në dhjetës, ti di shumë mirë komiteti kontrolët dhjetor në dhjetës, e me kush ishte tash po deshe po i filloj me emra, e lejma dhjetor, ja rezultati i dhjetorit, ku e ke sot? Vim tu Ilir, çfarë Zgjidhja është duhet përmirësuar? Zgjidhja është çfarë do përmirësu. Gjendja Rama duhet ditë ta lexojë mirë këtë protestë. Padyshim kjo protestë nisi si shkak i mlefeve që janë kumulu dhe një arrogancë të një pushtetit nëpërmjet korrupsionit. Nuk mund ta mçefi më këtë. Ilir, po pse është kaq tragjike të iki një moment? Se nuk Po tash nuk është tragjike për mua valla. Pa i nuk hikën. Atë rrugët që t'jemi praktik, rrugët Po kush i pasisi ka pushtetin? Po ku ka budallaqe rrugët për t'ik janë dy. O t'japi dorëheqjen, o ta heqesh me forcë, me dhunë. Tash cilën nga këto rrugë do kemi? Deri tash ky nuk duket që do t'japi dorëheqjen. Do ta heqin dot këto me dhunë? A do ta pranoj bota dhunën? Një. E dyta, nesër Rama po ju them një moment, thotë dhash dorëheqjen zgjedhje të reja. Për 3 muaj, e di çfarë do kesh ti? Do kesh një mandat më të fortë të Ramës. A që bëhet fjalë? Do kesh një mandat. Me dyrbi, me i dyrbi të shumë, ato e pra dhe Ramës, me dyrbi. Fol. Po e gjithë mandatin. Fol. Hajde, bo më flasum. Problemi është këtu, ne a do t'jemi gjeni si më nuk pas ka zgjidhje kjo punë, ne e bom drejtsin me aksion, ja ku je. E bom këtë me aksion, ja ku je. Problemi është edhe bota që këto i referohen, është një proces i gjatë, ajo Anglia ka fillu 1040, ajo Amerika ka fillu 500 vjetë për para, nuk i kam bo mërena notës, ka pas pa drejtësia aty, ka pas rëmin. Pra është proces, dhe ne historikisht nuk jemi
nështru procesit, po jemi nështru aksionit burra, hiqja lengës venja prengës, edhe rrim fakti ku jemi. Absolutisht nuk është Ky është fakti. Absolutisht. Po, ky është E fakti. ndau menin një bush shteti, jo e duk, kaçak, e ndau menin në Singapur, 82-shin, kishte mbi 90% perceptim korrupsioni, Po. 182 veta ka arrestuar në natës, në fund të viteve 80, në fillim 90-s, perceptimi për korrupsion ishte 0.5%. Sot është vendi më i lumtur në botë. Si mos pas ka zgjidhje. Edhe asnjë lloj tradite krahasim me ne. Ne që kemi qenë këtu, pjesë e prandorive më të mëdha edhe më të lavdishme të botës, nga romake, bizantine, otomane e tjerë. Ore, këtu do vullnet dhe devotshmëri. Po pse su gjega ky vullnet që 100 ca vjet më burr? Dhe këtu kujdesen këta që dhe fije më të vogël të vullnetit ta anatemojnë, ta shturmojnë, ta bëjnë. Ma thudi lene këtë për te. Se su gjetë këj vullnet i 100 ca vjetë? Se si... Rama ka 13 vjetë, o themi 100 ca vjetë. Se i 100 ca vjetë nuk e ka provokimin direkt. Ore zotëri, se një 100 ca vjetë ti e i paaf për të formu shtetë. Je i paaf. Kushta më? Je i paaf. Te formuta. E bërë e diktaturë. Qare bërë? Diktaturë. Diktaturë, po. Kur ke formuti demokraci dhe shtetë drejtës? Kur e ke formu? Demokracinë. Dhe shtetë drejtës, kur? Demokracinë e Solli Saliu e prishe ti. Kur? E Solli Saliu e prishe ti. Që kjo? A që ka të Saliu më dhe? Kom sjellë lirin demokracinë, tani të se nga sjellit prapë. Gjdo jam nga sjellë e i. Tani problemi është tu. U bo demokracia si Pako vitit 3, merën në gradë dhe bjere. Po kështu pa, po ky thot edhe Europa Pako vitit 3. Po nuk po gjykoj më lasë. E sjell vetëm ky Europën, gjë tani. Po Europën në Çeki që ka GDP shumë më të lartë, në Çeki që ka shumë më të lartë se Greqia, dikur ishin emigrant Greqi. Kush e boni me? Rani nga qielli, njerëz të thjeshtë. Ne po vajtëm nga një figurë që emitizuan të një tjetër, ne kështu do humim. Ne do të qenë njerëz devotshëm. Edhe ka njerëz, çka kanë bërë për të vënë? Ka rezistuar vjedhjes. E kështu. Kështu ju kam besim që ata nuk do gabojnë. Të nxjerrim mësim nga kjo histori 36 vjeçare që mos gabojnë. Se mishi dhis do i serviret për mish qingji, e mish dashi. Të mos e pranojnë. Aty janë, tani njerëzit kanë lënë gjurë. Po kush janë më të dalin të shove mirë kush janë? Se s'po dim kush janë, është një turm. Pa ja mëse janë dy gangster. Po kush janë, janë kush janë? Po kanë frikë se kanë dy gangster aty që Rike Rama dhe kush janë më që di kush janë, çfarë projekti kanë, ku duan me shku. Po s'duan me tregu çka keti vëlla. Nuk duan. Ta majnë sekret. Që ti blejnë këta, mirë bëjnë. Mos dalin ilegalitet derisa të bëjnë. Ti do të ishe pro që të kishte një organizim politik mes protestës. Dgjoj, çdo gjë bëhet nëpërmjet politikës vëlla. Unë nuk di në i rend tjetër që i bëhet jashtë politikës. E mirë e keqe, politika një keqe do mësdosh me thot, Churchilli, por nuk është... A ekspozohen dhe kësaj që thot Romeo pësaj... Ne bëjmë të ashtë si kur ne e njofim botën. Asë në botë nuk janë një, i ketë korruptum, kape ke Trumpi, kape ke Macroni, kape ke tjetëri. Kjo është një proces që vjen duke u pastru, janë cikle që i vinë rëdzohen, binë në rend, kjo është historia botërore. Ne duhen paraqitemi gjithmonë si engjëllor, kur me vete kemi djallin bark. Ja, kjo është historia jonë me dy fjalë. Ne paraqitemi si engjëllor, si njerëzit më shëmbullor që ka bota, më trimat, më krenarët, i bëjmë dhe duhet kështu, edhe me djallin bark gjithë jetën. Është rezultati. është të folë për vete. Po, për vete po flasë. Tashi, problemi është në zina e proces tjetër, këto e proceset, të dalin, a kanë një program, qatë do të bëjnë, ku do të shkojnë, se këto nuk di me qitë bisedosh, e dyta, ajo është një amalgam e shumë shfryrjeve, a ka drejt për protest Shqipëri, ta thash i kini e ka 1000 të drejta, sepse politika e 36 vjetëve i ka ashu njerëzve. Zgjidhja politike është ky popull, është Sobrani që po flet, pas Ore, a foli Sobrani kur ishte ajo e arme kimike, studenta, në djetorë në dhe, pa lene ta që me këta Sobran pa qenë kur shtetë Sobran. Po jap një zgjidhje juridike tani, pa një qeveri teknike minimumi i vit, të realizohet gjithë reformat dhe për parë zgjedhjet të lira të ndershme në Shqipëri, duke ndryshuar disa kode dhe ligje të rëndësishme dhe Këto janë demagogji, këto janë demagogji i thonë ata që
Po kush do Pak t'i mishdije. Ora, do kesh Mos këtë ha mishdije. A do kesh këtë popull? Pa- A do kesh këtë popull? Ti bëni të keqen, Po pse si ka bo ky popull? Pse si ka bo ky popull 36 vjet zgjedhjet e lira dhe të drejta? Tani pse si bëri s'do t'i bëj. Pse si bëri s'do t'i bëj. Ja pa si lajë nga shtrusi tani klasë tu. Pa i qeveri teknike nuk ka zgjidhje. Kaq. Larg dy partive. Nuk bëhet qeveria teknike, nuk pranoj, çfarë do bësh? Aty popull mos iki. Mos iki, rri aty. Ka 2 vjet që rri në Beograd. Ka Mamen raportet eliminatorëve të Margaret Thatcher ka net 1 vit e gjys ato. E shofi me bas. 1 vit e gjys Do ka net. bëhet si shtemun apo jo? Be basi publik tani. Na më veje basin. Asi gjos ka për të nëtë. Ja të them, asi gjos ka për të nëtë. Vim radhës tjetër edhe hajde. Ore ti dhe po janë të lindësh ti nuk bësh të tërës. Ata ka nisë rrugën dhe e bëjnë atë punë. Okej. Ashtu. Ajo rrotësh nisë, zajet janë hedhë. Ajo dajsët që kur i dhe në që. Ta lena, do e mbaj sorinë e, ta mbaj si të dojë. Se s'pa e them gjos, s'pa e them këto për hykur të Gjimrada, liri, demokraci, pa. Mirë, që falenderoj shumë të dyve, Romeo falenderit, i dirë shumë falenderit. Falenderit. Mimi, shkojmë në reklama, këtej vetëm pas pak.